pastaj në Ministrinë e Drejtësisë me propozimin e Partisë Demokratike, sepse zoti Hoxha tashmë ishte në presidencë, dhe shefi i grupit parlamentar. Ndoshta përvoja dhe angazhimi jon e ka bërë vetën që thjesht të jem në për këtë pozita jashtëzakonisht të rëndësishme. Pra ndihem shumë falendërues, ndihem jashtëzakonisht i nderuar që Partia Demokratike gjatë tërë kësaj periudhe për 20 vite mi ka besu këto pozita shumë të rëndësishme, e sidomos e Ministrinë e Drejtësisë ku jemi ballafaqur me situatën më të rëndë që ka qenë gjykata speciale, krijimi i gjykatë speciale, dhe në anën tjetër mendoj që e thash në fillim, fakti pse s'kam dashur me qenë në dheqën e parë është sepse kam pas qef me ndihmu dikuj i cili ka më probleme u zgjedh, dhe nëse themi që pozita kjo dheqja e parë po e favorizoj ka dikan, le ta favorizojmë dikën që e ka ma probleme hyn kuvent. Unë nuk e konsideroj që e kam atë lashe, dhe le ta favorizojmë dikush kuvent, dikush metet jashtë. Sakt, unë besoj që Partia Demokratike do të rritet, unë besoj që jemi ngarpër me fitu zgjedhjet, unë besoj që zoti Hamza, sekretari i ri tashmë i Partisë Demokratike, është duke bërë një punë të jashtëzakonshme. Mendoj që programi i tij dhe angazhimi i tij politik është shpresë për një jetë më të mirë për qytetarët e Republikës së Kosovës, dhe mendoj që sot Partia Demokratike e Kosovës është një pozicion jashtëzakonisht shumë më të mirë për ta sfiduar këtë qeverisin e këtyre 5 viteve dhe për ta krijuar një ambient të ri politik me një qeveri të re dhe me një kryeministër i cili në radhë parë e ka cilësinë e jetës së qytetarëve dhe zhvillimin ekonomik të këtij vendi. Bisa? Përshetash me fillu prej kësaj gjesti që e ka bo zoti Tahiri, që ne kam përshëndet, sepse mendoj që është një gjest jashtëzakonisht i mirë dhe fisnik, po me që është i rallë në politikën tonë, bën hala ma të dukshëm dhe ma të vlefshëm. Edhe mendoj që spjegimi, pra arsyetimi i këtij veprimi, mendoj që është absolutisht i mirë dhe i qëndrueshëm, sepse në secilën listë, veçanërisht e kjo lista e Partisë Demokratike, tash për shembull vret që të iki disa kuadra jashtëzakonisht vlefshëm për institucionet dhe politikën përgjithësi, po edhe për partinë, po të cilët mbase për shkak të mungesës së një profili publik mund mos me ranë sy. Edhe pastaj penalizohen me votë qytetare, domethënë pa i vënë pa dhe kanë herë, veçanërisht kur hyn fillimisht në një listë caktuar ose politik, të duhet numri për me ranë sy. Po kur e keni përvojë politike, numri mund nuk qet mba. Qëtë puna. Më thonë, e kom thonë këtë dizajn politik, dikush mund me të hapë derën herën e parë. Po nuk performove, pastaj këtë të hapin derën, sa ta s'mujnë me të hapë derën gjithë. Veçanërisht kur i nështrosh votës qytetare, atëherë puna jote edhe veprat e tua në politik, që ato mujnë më të zgjedh ose më të penalizu. Në këtë drejtim e kom përshëndet kështu si veprim për mjë dhonë një hapësirë disa prej kuadrave që Partia Demokratike e Kosovës mendoj që edhe po dënë me investu në to.